Urdhri i farmacistëve të Shqipërisë ka denoncuar Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor se ka ndryshuar çmimet e barnave pa njoftim paraprak për farmacitë dhe depot farmaceutike. Sipas urdhrit, mungesa e komunikimit ka pamundësuar njohjen në kohë të çmimeve të reja dhe marrjen e masave të nevojshme për pasqyrimin e tyre, si dhe ka penguar reduktimin e stokut ekzistues të barnave të blera me çmime më të larta. Në një deklaratë të ndarë për mediat, urdhri i farmacistëve thotë se kjo situatë ka sjellë vështirësi në furnizimin e farmacive me barna, pasi barnat të cilave është ndryshuar çmimi po faturohen me çmimet e mëparshme, duke sjellë dëme financiare të konsiderueshme dhe bllokim të punës. Kjo gjendje po çon drejt bllokimit të zinxhirit të furnizimit me barna dhe po rrezikon drejt për drejt aksesin e pacientëve tek barnat e nevojshme, duke përbërë një rrezik real për shëndetin e tyre, thuhet në deklaratë. Shëndeti i pacientëve nuk mund të rrezikohet nga mungesa e komunikimit dhe planifikimit. Për këtë arsye është e domosdoshme të ketë komunikim të qartë, transparencë dhe koordinim të vazhdueshëm mes fondit dhe subjekteve farmaceutike, në mënyrë që të parandalohen humbjet financiare si dhe për të garantuar furnizimin e qëndrueshëm të pacientëve me barnat e nevojshme. Shëndeti i tyre është mbi çdo interes, përfundon deklarata e urdhrit të farmacistëve të Shqipërisë.